Publiku votën për Elionën, Eliona e fiton. Eliona. Po Eliona mendon që nuk është të bo loj për me fitu një çmim? Eliona e dënë publiku. Ashtu bë loj sa të bë loj, publiku e dënë. Po derisa e dënë publiku, do të me zgjedh që ato. Kush votën? A votën publiku? Po normal që publiku. Mosu. Publiku e dënë, publiku e dënë. Shika, një femën do të me fitu. Publiku e dënë Elionën, publiku votën për Elionën, Eliona e fiton. Atëherë, ku është metoda që nuk e meriton? Këtë s'pe kuptoj, derisa publiku e voton. Jo, shika, edhe, më thash, pavarësisht, okej, flasim kuadër lojës, sepse ti i pari the që ato bë Eliona. Okej, Klodi me lundrimi janë të bë maksimumin nga mjesit dhe ndrak, po bëjnë atë lojen, po bëjnë shumë lojë të bukur. Alba me Labinot Regjen janë të ballë ato maksimum janë të banë, pavarësisht se ato bëjnë një lojë negative. Por ato maksimumi janë të bë. Obden në kuadër nëse flet në kuadër të lojës. Por tash publiku kur ndashni me Elionën duhet me fitu i femën pavarësisht a debat tjetër a meriton as meriton a debat tjetër, kupton. Por edhe në çfarë se bëhet fjalë për femna e meriton Eliona, për mendimin tim. Nëse bëhet fjalë se fuzin vetëm femna, e meriton Eliona. A do fiton Eliona? Shpresojmë.